Të njëjtën Partia Demokratike do të jetë në parlament për të denoncuar procesin zgjedhor të 11 majit, të cilin Sali Berisha e cilëson farsë elektorale. Gjatë një komunikimi me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike nuk dha detaje për aksionin e opozitës në kuvend, por deklaroi se PD në këtë javë të fundit të këtij parlamenti ka vetëm një mision, denoncimin e zgjedhjeve. Opozita në parlament do të denoncojë me të gjithë forcën e saj farsën elektorale. Në këtë dalje para gazetarëve, kryetari i Partisë Demokratike Berisha denoncoi zgjedhjet në Vorë, proces në të cilin sipas tij u përfshin edhe bandat kriminale. Berisha shfryzoi edhe raportimet e mediave ditën e zgjedhjeve nga Vora, mes të cilave edhe raportimet e Vision Plus për të mbështetur akuzat se bandat ndikuan në rezultat. Si quhenit lutem edhe Albert Xhabafti. Ju votuat? Po shkosha për të votuar, edhe e pet që po shkoja për të votuar dhe përmend emrin në syt tim. Do vini të votoni tani? Po, do votoj. Hajde. Okej, po ju ndjekim. Mos e keni. Mund t'ju ndjekim me çfarë keni ardhur. Si media për ta ndjek procesin. Jo, zotria. Me që jeni media, Po. dilni dhe pyesni një qytetar të zotria. mediave. Me guxim e demaskon e nxjerr mashtrues, tregon se ai është gjindarmi i zgjedhjes. Nga e India, Sali Berisha betejën për zgjedhjet e 11 majit duhet ta bëjë në kuvend edhe me ata deputet që nuk garuan apo nuk fituan dot në këtë garë elektorale, e që për herë të fundit do shkojnë në parlament. Gjysma e grupit parlamentar aktual të Partisë Demokratike, 21 ligjvënës, nuk u futën në lista ose nuk arritën të fitojnë në shtator, ata nuk do të jenë më deputet. Mbetet për t'u parë se sa prej tyre do të mbështesin Sali Berishën në betejën e tij të re në parlament. Në një kohë që politikanë si Dashnor Sula apo Ferdinand Xhafere tashmë edhe publikisht e kanë bërë përgjegjës kryetarin e Partisë Demokratike për humbjen e opozitës në 11 maj.